Opozita zbriti në shesh në protestën e 7 kombëtare përpara kryeministrisë duke kërkuar largimin e qeverisë Rama. Kryedemokrati Sali Berisha në fjalën e tij e cilësoi Partinë Demokratike si shpresën e vetme për shqiptarët. Ai tha se forca politike që ai drejton ka treguar në protestat e fundit që është e vetmja parti që ngre në këmbë qytetarët shqiptar. Ne mlidhemi këtu jo thjesht si opozit në këmbë dhe kundër diktaturës autokratike, me serialin më të fuqishëm të protestave, kryengritjes paqësore që Shqipëria ka njohur në 35 vite të fundit. Sot ne mlidhemi këtu jo vetëm si një alternativë e shkëlqyer politike. Sot ne mlidhemi këtu në këtë protest madhështore si shpresë e vetme për shpëtimin e Shqipërisë nga narkoshteti Edi Rams, i bazuar në krimin, drogen dhe vjedhjen e shqiptarëve. Berisha u ndal edhe tek dosja Partizani, ku së fundmi GKKO ka pranuar që të thirret në rolin e dëshmitarit kryeministri Edi Rama. Për Sali Berishën, shqiptarët do të shojnë në sallën e gjyqit për balljen e shekullit, ndërsa i bëri thirrje Edi Ramës të paraqitet në seancë. Nëse nuk do përballjen në gjykat, ai tha se është i gatshëm që këtë përballje ta bëjë në një debat televiziv. U them shqiptarëve se do të keni rastin të shkrihni në atë sallë për balljen e shekullit. I them Edi Ramës, nëse nuk ta mban, të vish në sallën e gjyqit, të sfidoj edhe në një formë mëshire. Zgjidh studion televizive dhe hajde në debat. Nuk i shmangu krahasimet mes opozitës shqiptare dhe asaj hungareze, e cila fitoi zgjedhjet së fundmi, ndërsa përgjigje pati edhe për kritikët brenda rrallëve të Partisë Demokratike, duke shënjestruar Ervin Salianin. Me tezën se opozita shqiptare nuk ka fuqinë e opozitës së Hungarisë. Ka një ndryshim thelbësor midis opozitës në Hungari dhe opozitës në Shqipëri, që nuk e përmend fare mafia e cila trillon, manipulon, mashtron. Ata për të dëshpëruar ju krahasojnë të pakrahasueshmet. Menjëherë pas përfundimit të fjalës të Sali Berishës, në bulevard protestuesit nisën sulmin me fishek zjarre dhe molotov tek godina kryeministrisë. Policia u përgjigj me ujë dhe gaz lotësiellës, duke shpërndar turmën në pak minuta. Kjo është kryengritje paqësore që ka si mision përmbysjen e narkoregjimit të Edi Ramës. Ky mision është misioni i Partisë Demokratike, por edhe i forcave tjera politike opozitare, i shoqërisë civile, i grupeve tjera të interesit, për cilat do bëjmë gjithçka të bashkohemi në një front të përbashkët për t'i dhënë shtytjen përfundimtare këtij regjimi. Por një gjë është e sigurt që kjo kryengritje nuk ka të ndalur.